Për disa këto zgjedhje janë fest, për disa janë dram, për disa janë aksion. E fillojmë këtë emision të fundit para elektoral me zotin Lulizim Basha. Mirë mbrëma, zoti Basha. Mirë mbrëma, zoti Shej. Mirë se erdhen 360 gradë dhe kësaj radhe, sapo ke mbyllur mitingun për mbyllës. E vërtet. Informojnë. U mendova pak për të vënë titullin kësaj bisede relativisht shkurtër, se ne jemi mësuar bëjmë dhe biseda 2 orëshe bashkë edhe më tepër. Qesur dhe kërcënime kundër Lulizim Bashës. Pse? E para e dakord me titullin, e dyta. Nëse e dakord, çfarë po ndodh? Ajo që po ndodh është që platforma jonë, programi ynë, realisht kërcënon interesat e atyre që politikën e shohin si biznes dhe si strej nga drejtësia. Me pak fjalë të dielën, qytetarët do të shkojnë të votojnë dhe zgjedhja në fund kufizohet te disa pyetje të thjeshta. Pyetja më e rëndësishme në gjykimin tim dhe në gjykimin e shumë qytetarëve që na kanë mbështetur gjatë kësaj fushate pa precedent, është edhe 4 vite tjera kështu, apo rotacion me rëngallat korrupsionit e tranzicionit që paraqiten sikur janë alternativ, apo ndryshim dhe çfarë është ndryshimi? Për ne ndryshim do të thotë fuqizim dhe jo prerje krahësh i spakut. Për ne ndryshim do të thotë luftë pa kompromis kundër korrupsionit duke mbështetur drejtësinë e pavarur. Dhe vota për numrin 4 për koalicionin Euroatlantik është e vetmja votë që shkon për mbështetje me vepra, jo me fjalë, për luftën kundër korrupsionit si parakusht që parat mos shkojnë më në xhepat e shokëve të 77-313, apo të pretendohet se do luftohet korrupsioni me Ilir Metën e me Vis Roshin, por të shkojnë tek xhepat e qytetarëve duke çuar pushtetarët që kanë abuzuar me pushtetin para drejtësisë dhe prapa hekurave të shokët të 77-313. Vetëm vota për numrin 4 e garanton këtë me vepra dhe jo me fjalë.